shojnë që të tre. As lojën tënde me Bonën, as lojën e Xhesit me Valbonën. Dhe ja ku e ke tani. Shumë bukur të luash vetëm. Ju keni luajtur në çift, nuk e do ti Valbonën. Ore nuk e do. Plas. Ti mos je lojtar lart. Bot. Po nuk konsiderove fare kundërshtarin, atëre ke fituar garën, këtë qëri. Ti s'më llogarit mua në lojë. Asnjëri s'llogarisën, jo vetëm ty. Çdo që më gjykon. Jo vetëm ty. Asnjëri më nuk llogarisën. Bravo, atëre çdo që merresh me mua. E zëmë se Laerti është një zero, të ende gjithë dhe Gerta. Si gjë mirë që thonë fitë në gjë, se unë për Gerta ka mbaruar punën të shtëpi. Ti e sjell si një adoleshent, që ke ndërtuar një histori e cila nuk ekziston. E ke gabim, tu ke gjesh fata tua. Ti do të përbaltesh figurën time, sepse në këtë mënyrë mendon, do ulun Laerti ta nxjerrë nga loja. Të do. Pas 3 muajsh, ti shef kush është përballë tani, nuk ka më. Tu ka Laerti është pis, maskara, legend, mashtrus, hajdut, të gjitha. Pse vërtet ti thua se dua më, ti pse qesh? Po qesh vlla. Po qesh se skuqëm fytyr, jo, e kam seriozisht. Se kur flet për djenjat e mia, gjëra serioze. Nuk e jap të mbash një bisedë. Ke frikë, u skuqi tëri, u bë vishnja. Andaj populli ju gjakun në kokë. Keni vënë re, në Prime në shtëpi kur debatoi unë ndizem i tëri. U s'di të debatoj me qesh. Pse qesh vot mua? Po ti e për qesh. Ti e frikacake, sa herë jo pushoti, qepe ti. Ti e frikacake, sa herë unë marrë fjallë në Prime, ti ndërhyr. Jo nuk të lë, do të dëgjosh mua deri në fund. Jo më jo së të dëgjosh. Ti më thua mua që s'të llogarisë në lojë. Jo, lojrat e fëmijëve. Kjo nuk është dashurie kjo. E një 45 vjeçare si jam unë, nuk bëj të dashuri çka neve, jo. Ne jemi vendosur dashuriore. Ne kur na pëlqej njëri e rrëmbej më për ideo. Jo më ne, jo, atë që dua. Do ta rrëmbyer dhe ta rrëmbyer. Jo, më jo, frasë, në kuptoj rëmbim, jo tikën. Jo, po në vjerë, po lu fute brenda qifteve që të ecësh në të lojë. Po lu fute brenda qifteve, luaj vetë. Cilët qifti tjetër që do futesh tu brenda? To i ke bërti. Cilët janë këto qifte? Cilët? Hajde tani lartë pasini, dashuriçkat e tua. 50 vjeç si dashuriçka. Po. Pas ke probleme moshën ti tani. Jo probleme moshën. 50 vjeç, një njeri nuk mund të bëj dashuriçka. Një njeri ta mundet një zotrin moshën i Laerti të bëj këto gjëra. Jo, e dua, jo se dua, jo kape me zor, jo bëje. A mund që ke këto skena filmash tani? Mua po mi bën. Mua. Është diku më thellë muhabeti. Ti nuk e do Valbonën dhe ti nuk po ndan kohën me mua, po e ndan me Valbonën. Sepse tani Rozana nuk ri më as me Gjestin as me Eglin, por ri me Olën. Ola është më e rrezikuar aty të shtu. Me lojë epitete ti dole. Arrogante, mashtruese, manipuluese. Nga shtëpia. Po. Ashtu jam. Prandaj s'ka dalë asnjë gjë aty ku shohim kur dalin nëpër Prime. Ku e bën mashtrimin tim ti, ë? Apo që tash se do? Se e ke zemrën e zën. Dash pëlqen, dash mos pëlqej kjo gjëja. E di ti shumë mirë. Unë kam thënë nuk flas. Ha shim ky njeriu apo jo? Po mos më bë mua ato filma. Do të gënjej. Jo, nuk gënjej. Kur te me ke zemrën e zën, ke zën e pik. Edhe kaq e mbyll bisedon me ty. Kur të mbyllot kjo gjëja, unë do ta tregoj pse. Se unë s'jam legene. Po ju për hir të publikut do lidheni bashkë të dy. Nga publiku dhe nga unë do ndjeni siklet që kam thënë unë do lidheni, se s'keni çfarë bëni tani. Gënjeshtar. Pik. Laerti disa herë në Prime flet me fjalët e mia që ja kam thënë gjatë javës. Ja, pra me këto. Se e bën vetë për intelektual. Se më thua mia. Kush je ti? Kush je ti? Janë shumë të vërteta, janë të xhiruara. Tregon mua Laerti lojën. Rozana Radin e ka shiqetur gjithë. Me sa duket ka diçka që përbashkon Rozanën dhe Gertën. Laert është mendimi që të dyja kanë se ti je zero. Po. Më thuaj. Zakonisht disa kështu veprojnë. Duan një zero që të bëjnë 10. Po qarë të thua është tani? S'kesh bërë. Do më lini të flasë. S'ka pesh. S'ka pesh. Thuaj diçka tjetër. Ja se ka kandarin, Jo, Gerta. peshën e ke vetëm tek fjala në lidhje me Valbonën. Çfarë ke Valbonën, të lutem shumë, se është pyetja që të kam bërë çdo ditë këtu. Çfarë ke Valbonën? Ti je te regjistri gjendje civile? Jo, po. Na le të flas me Ledionin. Këtu aty jemi në vërtetë. Atëre Ledion. Jo do flasësh me ne të dyja, jo me Ledion. Shumë e thjeshtë. Me mua dhe me Gertën. Është shumë e thjeshtë. Na u drejto ne të dyjave. Se ku duhet të flasë.
Marrëdhënien e kemi mua. Ku të flas le dio se kuptoj. Çfarë ke Valbonën? Për klipin. Ku të duash ti, nëse ti do dhe ndjen brenda teje që duhet të sqarosh Rozanën dhe Gertën, bëje në të kundërt. Tërë ditën dhe Gertën. Eksakt. Rozana dhe Gerta nuk kanë as në të kundërt sqarohu me publikun. Me të gjithë do sqarojmë. As kardiologë nuk janë, as kardiogram nuk di të bëjnë, nuk din ku është zemra ime, çfarë janë ndjenjat e mia dhe Rozana pa pritur na doli me të njëjtën teori që doli dhe Gerta, kur dola për darkë me Olën, që çi duhet ti një 51 vjeçar me 26 vjeçaren. Si shto është e një pensionist, një plak e tjera. Po, me të vetë me ndryshim që Rozana... Se çdo Rozana me zemrën e zën. Po, me të vetë me ndryshim që Rozana ty të nje më mirë se sa Gerta të nje ty, dhe në momentin që Rozana hedh diçka dhe thot që ti e ke zemrën e zën, dhe kjo nuk është era e parë që e thot. Po, sigurisht. Kur unë them që Rozanën e kam mikesh, e njo nga jashtë, Rozana është përgjigjur, jemi thjesht të njohur. Tani, nga thjesht të njohur, si del Rozana me pretendimin që më njaq mirë mua sa dia dhe zemrën që e kam të zënë? Në qofë se Rozana, nëse do ti të përgjigjem, vetëm po pyes a do të përgjigjem, a do të përgjigjem, do të përgjigjem, a do të përgjigjem, po të pyes a do të përgjigjem. Dhe të kam pyetur, se si është çështja, ti nuk mund të dish unë kam zemrën e zënë pas një viti e gjysëm. Unë këtë e di 2 javë për para se të hynë në shtëpinë e Big Brotherit. Nuk e shpika vetë këtë gjë. 2 javë për para se të vinë në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe të lutem shumë mos të mashtro. Të zhduket nga jeta jote, më e thënë nga herë, kjo është jeta. Se unë mund të kujtoj një njeri me cilin kam qenë, kjo është njerëzore. Po s'do të thotë që kam zemrën e zënë. Se këtë të merë kujton dikë që ke kaluar 3 vjetë me të, i kushton dhe një letër për 14 shkurtin, mos qesh, sepse këto janë të vërtetat, i ka parë publiku, atere, qarë shfaqe, mos ka shfaqe këtu, nuk ka shfaqe, shfaqe t'i bëndi, që kur ziesh, qesh, të janë shfaqe që jep ti, unë këtu, as shfaqe s'kam dhën, për qarë ke që nëziton ka i shumë, qarë ke, të trëm të flasun, Daher, ti thua gjithashtu që Rozana, dhe ky është një mendim popullor i kohëve të fundit për të brenda shtëpisë, futet në për çifte. Sigurisht. Sepse s'ka asnjë gjë të saj. Nëse mundesh na elaborosh pak. Rozana është akuzuar se ka ndërhyrë në marrëdhënien e Gjestit me Eglin. Është akuzuar gjithashtu se ka hyrë nga gjithë shtëpia. Nga protagonistët minimumi. Nga të gjithë. Ti e pjesë e gjithë shtëpisë. Jam akuzuar dhe nga ty është sot. Me Livjen. Ka hyrë te Aldo me Livjen. O Rozana, të lutem. Ke hyrë kur ai ka shprehur pëlqimin dhe Livja i ka thënë jo. Dhe pastaj je tallur gjatë gjithë kohës. Pastaj ke ndërhyrë sërish tek Lori me Jozin. Tani ndërhyr tek mua dhe Valbona. Do me thënë, jo, ti bësh të duash, mo. Do të qoftë ty duke gënjyer. Unë gënjej? Pse ku gënjej? Ku gënjej? Si shpërim në ty në fillim fare. Ti gënjej që me marrëdhënie me Valbona. Se dashuria e Ledion, unë se kam kuptuar kur dashuri me fjalë. Ky e ka dashuri me fjalë këtu. Dashuria është me gjeste. Dashuria është me... Po gjeste ti bën gjesti këtu, nuk i bëj unë. Dashuria është me... E kanë sqaruar Valbonën unë. Këtu unë as shtrihem në për krebate dhe as gjë tjetër. Në rregull, dhe pikërisht në këtë moshë njeriu nuk bën karagjozllëqe. Okej, Rozana, të lutem, ti si specialiste... Kjo është dashuria. Rozana, si specialiste e dashurisë dhe moshës, të lutem na trego pak si bëhet dashuri në moshën e Laertit. Ma trego pak në këtë moshë si bëhet dashuri. Ja mos e dëgjova, s'ke nevojë të na përsërisësh Ledionin, nuk më kanë lënë veshë. Se vërtet mo ç'ke qetëso. Ja qeshi prap. Po pse qesh kur vërtet? Qesh me ty ose je cirk fare. Unë jam bërë cirk. Je cirk fare. Dakor, në rregull. Klounadën e bën ti në shtëpi, jo, unë kam shëguar shumë mirë edhe në klip. Unë dashurinë e Laertit me fjalë nuk e kam kuptuar kur këtu. Një herë Laerti ka qenë perverse, po përsëritemi. Një herë Laerti i ka thënë Bonus nuk dua të shohë ke mbyllur. A ka qenë edhe për ty pervers? Urdhë? A ka qenë edhe për ty pervers? Jo. Nuk e kam akuzuar asnjë. Po atëherë pse kemi dy standarde? Në momentin që dikush thot për ty diçka nuk është e vërtet, kur e thot Laerti është tjetër, ndërkohë që Se kuptova. Pra,
Është e njëjta histori që pam edhe te klipi. Kjo pjesa e dy standardeve edhe për historitë tua që ti di nga jashtë. Pra ti thua, unë po e them këtë gjën që ky e ka zemrën e zën, por nuk jam në thonjza legene, që ta them të gjithën këtu, po e ruj, po e hedhi gurë, po fshet dorën. Nuk e kam përmendur unë. Këtë histori ka sënë Laerti në shtëpi. Kur e ka sënë Laerti në shtëpi? E ke diskutuar me Lorin, e ke diskutuar zemrën e zën. Jo, kam thënë që Lorit e kam zemrën e zën, edhe Gertës, kur kemi pirë atje, s'kam thënë zemrën, kam treguar një histori të shkuar. Po, unë nuk kam ardhë në paketim këtu në ambalazh. S'më nxorë me kilometrin zero. Po ja ku i ke pyeti. Po ja ku i ke pyeti. Unë e di që ke zemrën e zën, dy ja për para të tyre këtu, më ke kapur në shkallët e pallatit dhe më ke bërë këtë bisedë. Tani do të të gënje. Bisedë të kam bërë në të shkallët e pallatit. Prap me histori nga jashtë. Më thuaj, Ledion, kam vetëm një pyetje për Laertin. Nëse të lutem, o Lori, të lutem shpirt. Ja më kanë qenë aty, një pyetje për Laertin. Po, të lutem, doje. Ja ku e ke Gertën, po që gjeli duke më sërmuar të të vërtetë pak. Laert, një sekond, ta bëjmë civile situatën. Atëre, pyetja e Rozanës është. Se kam që në fillim të Big Brotherit, deri sot që tem të njëjta gjëra dhe nuk i kam shtrembëruar, i kam detur mendimin tim deri në fund. Nëse ti do të gënjesh, gënje. Po jo pra Rozana, jo se deri përpara një muaji thonim kam pirë vetëm 2 kafe me Laertin, tani Laertit pas ka treguar gjën më të rëndësishme që e pas ka zemrën e zën. Tani o njëra o tjetra, të lutem. Ndaj mendjen, o 2 kafe, ose të pas ka hapur zorrët e barkut. Ja po të them, Ledion, e kam thënë këtë dhe stërtën. O, Gerta, një sekund. E kam thënë dhe stërtën. Në 2 herët. E po më lëni më zero. Sa i na qieni më vlla. Ju vrete vërtet. I lutem, mos patë përtitura, patë përtitura. Kam qenë në kafe me Laertin dhe me shoqen e tij dhe kam marrë pikërisht këtë mesazh nga Laerti. Dhe mbas jemi takuar në shkallët e pallatit që nuk kam pirë kafe me to. Kur ka ndodhur? Vetëm për të. Kur ka ndodhur para një viti e gjysmë? Ka ndodhur para një viti e gjysmë? Jo. Në kafe s'ke qenë. Jo. Ke qenë para një viti e gjysmë 2. Dhe je përplasur me vajzën në rrugë në Tiranë. Jo. Ku ke paguar një faturë. Lëre tani mbyllë këtu. Kam faturat, me çapo thua. Kam paguar fatura. Pyetja, cila është pyetja? Cilat fatura, mo? Lëre tani. Qa po thua, mo? Faturën e dritave, po O, Rozana. O, Rozana, cilat fatura thua, mo? Po, Laert, të lutem të ta bëj pyetjen. Tani, dua të pyes me që Laerti ti duhem unë si lojtare, se ta nuk ka me këri. Çfarë ka bërë Laerti këtu si lojtar në këtë shtëpi? Kush është pika e fortë e Laertit? Kush është pika e dobët e Laertit? Çfarë ka treguar Laerti nga jeta e tij? Vetëm do e dëgjosh përgjigjen pa ndërhyrë. Patjetër, çfarë ka treguar Laerti nga jeta e tij? Laerti ka bërë atë që... Ja ta përfundoj pyetjen, ata përfundoj. E bërë Po, për se ka pyetjet e mia. E bëra, po tregosh ti mua kur i kam pyetjen. Okej. 20 minuta Nuk është aty çështja. Pyetja e ka për vendimin e lojës së Laertit. Kur dola unë? Një sekond, Gerta, një sekond. Kur dola unë, lojtare e njëjtë me Gertën. Mbasi ju vërsula Laertit. Në ato që thua, të thash që jam lojtari zero. Te ka thënë Gerta. Dhe këte ke thënë ti. Të njëjtat gjëra. Ja pra dëgjoj përgjigjen. Ke thënë një të gjë me Gertën, po e nis nga fundi. E pra mi bëre, dëgjoj. Nise nga fundi, po. Jo ti s'po më lë. Me Gertën e bashkon fakti që thoni të njëjta gjëra. Iku. Të tjera. Të tjera. Shumë kohë përpara. Pa ndërhyrë. Sigurisht ato vetëm kjo, Ledion na bashkon vetëm kjo me Gertën. Ti më konsideron mua lojtare më të fortë se Gerta apo Gerta se unë? Do më lësh, jo të dyat forta ju konsideroj. Unë në krahasim me ty. Se ti kur ke thënë që Gerta s'është në lojtare. Unë në krahasim me ty e kam thënë dhe në klip, pra dëgjoj. Po dëgjoj pra, urdhë. Faleminderit. Me që më urdhrove. Tani, në krahasim me ty, unë i konsideroj të gjithë lojtarë këtu brënda. Nuk them atës konsideroj asnjë. Dhe çfarë kam bërë unë në këtë shtëpi, te loja epiteteve e more përgjigjen kur 8 veta votuan karakteristikat e liderit për Laertin. Ja më kaq, kush është pika jote e dobët e fortë në lojë? Laertin ka karakteristika liderit. Për ti voton manipuluse, mashtruse dhe... Këtë më tuaj marë. O zoti ma, po se erda unë të të faktoj ty më qëfar jam tu. E diti shumir se qëfar jam. Ti e di shumir qëfar jam. Ka tona qikon publikun e do ta jap fjalën Gerta një sekond se dua të sqaroj diçka. Atëre, Rozana, përpara se të jap fjalën Gertës dhe Valbonës, pyetja për ty është, nëse Laerti është lojtar 0,
A duhet të dalë Laerti nga ky televotim sot? Tani ta sqaroj këtë punë. Jo, nuk dua të ma sqarosh. Ishte një pyetje konkrete, përgjigju konkretisht, e ke sqaruar tërkohës, Rozana, të lutem u përqendro. Pra, nëse Laerti për ty është kohë pas kohë, vazhdimisht, sidomos në 3 javët e fundit, një lojtar 0, është në televotim sot, a duhet të dali ai po apo jo? Të dali dhe të shkoj në shtëpi. Jo të dali. Të dali dhe të shkoj në shtëpi, shumë bukur. Përpara Olës, përpara Rizar. Jo, përpara Olës, jo. Po se është në televotim, pra këtë jam duke thënë. Jo, po pyete për Laertin. Jo. A mendon? Atëherë ka njerëz të tjerë që duhet të dalin para Laertit. Nga televotimi sot, ku është në televotim Ola, është në televotim Danja, është në televotim Egli, është Gjesti. Mendoj që rrezikon Ola. Jo, nuk ka rëndësi kush rrezikon, ti nëse i thua Laertit është lojtar 0, atëre, automatikisht për ty mendon që duhet të dali ai. Jo, po duhet ta sqaroj tani Ledion. Nëse unë them është lojtar 0, unë i them që përveç historisë me Bonën që e ka stisur, nuk ka bërë asgjë në shtëpi. Dhe kjo është e saktë, kjo është i them unë. Pastaj nëse pyeta do të dali Laerti, sigurisht dua dali Laerti, se s'po bën asgjë përveç historisë me Bonën. Por në këtë nominim sigurisht që rrezikon Ola. Laerti në shtëpi del vetëm plera. Po pse rrezikon? Një sekondë. Po pse rrezikon? Një sekondë të lutem. Pse rrezikon Ola dhe nuk rrezikon Laerti? Sepse Laerti nuk po bën asgjë thua ti. Jo, unë nuk tash po bën asgjë. Tash je 0 për mua me historinë me Valbonën. Ti je lojtar 0. Okej, pra ai është në raport me historinë me Valbonën, jo në tërësi. Ja pra, këtu ju bashkojmë të dyja. Okej, Gerta. E kuptova, jam i qartë. Gerta. Je lodh me Laertin. Jemi lodhur. Ledion, e kam unë fjalën Ledion? Po, Gerta, po. Atëherë, historinë e Laertit dhe Valbonës, unë e kam folur dhe e kam kundërshtuar dhe e kam quajtur falsitet që në fillimet e saj. Dhe në atë moment, në atë kohë, Rozana as nuk e ngriti zërin, vazhdonte e përkrahte madje në lëvizjet e Laertit, merreshin vesh me sy me njëri tjetrin dhe tani që ka ardhur, një sekond, çaj e zën ti. Ti vazhdon një bërshoshe. Ty t'intereson që ne ta ndjesh partner në lojë, sepse ashtu t'intereson ka kaluar totalisht në linjën time të lojës dhe po e godet Laertin me në të njëjtën mënyrë siç e kam goditur unë deri tani. Dhe kjo është ajo pika mbështetëse po themi ku Rozana ka mbi argumentat e mia, sepse deri Rozana nuk e ka bërë këtë. Si se kam bërë? Nuk e ke bërë. Unë kam mbështet Laertin në momentin e parë. Që ku ka Danja e kam bërë. Ka qenë Egli që kemi diskutuar me Bonën dhe kemi ti e mbështetë edhe kur doli me Olën në dejtë, pse nuk ka të drejtë Laerti të pëlqejë ta pëlqejë. Atëre Gerta, ju lutem që të mos flasim si për njëri tjetrit dhe të mundohemi të qartësojmë diçka. Gerta, më dëgjoj pak, Gerta, më dëgjoj pak të lutem. Ti thua me atë tënden, pra i qëndron koherente asaj që ke thënë në fillim, që Laerti dhe Valbona kanë 2 etapa të marrëdhënies së tyre. Etapa e parë është para se Gjesti ti dënonte duke i bërë një konkurrent të vetëm dhe etapa e dytë është... Jo, janë 3 etapa. Etapa e dytë është kur tani më janë një konkurent i vetëm. Tani, Laerti, gjatë kohës që ka qëndruar si një konkurent i vetëm me Valbonën, ka bërë gjatë gjithë kohës mbrojtjet të saj, duke i dalë edhe kundër Rozanës, që juve gjatë gjithë kohës e keni konsideruar si në fakt aleatën më të fortë të Laertit aty brenda. Dhe jo vetëm aq, po edhe në zgjedhjet e bëra të dhëna si le të themi sfida nga Big Brother, Laerti në përgjithësi i ka ndenjur koherent zgjedhjes së... Jo. Unë kam shpëtuar Rozanën, me se... Kemi qenë aleat në etapën e dytë, po flas për etapën kur janë një konkurrent i vetë. Tani, ti thua që kjo është një histori tek e cila nuk ka asnjë lloj besueshmërie. Çfarë duhet të kishte nga ana e Laertit dhe nga ana e Valbonës që kjo në sytë e tu të ishte një histori e besueshme? Çfarë i mungon? Atëherë, e para punës... Një palë pushime në Maldive si qift. Këto qifti...
kur ka ndjenja dhe vërtet pëlqen me njëri tjetrin, nuk mund të zhvillojnë këtë lloj disipline ditore që kanë këto që e kanë të programuar çdo ditë, çojnë në mëngjes, dalin pi një kafe aty, si do duhet të ishte? Bën një xhiro dhe më pastaj kafen e pasdites, bëjnë pak muhabet, marrin atë, shkojnë njërë nga Wishi, marrin një çantë aty sikur kthehen nga pazari dhe kaq. Domethënë, dhe në 3 muaj, po rrobat vijnë në Wish Room, gati marrim rrobat. Po Gerta, kupton shtua më këto janë argumente. Ka mbaruar pa filluar, thot Gerta. Po, pra Gerta, ti thuaj që është mungesa e konsumimit. Pra, mungesa e konsumimit të marrëdhënies se bën këtë marrëdhënie të pavërtet. S'ka pas asgjë, o Ledion. Asnjëherë s'ka pas asgjë. Pëlqimi dhe ndjenje. Asgjë. Kjo marrëdhënie është e stisur, ndryshe nga Rozana, unë nuk mendoj që Gasemu është e stisur. Se është 50 vjeç a erti dhe nuk duhet. Unë tash 51 vjeçar dashuron ndryshe. Jo që bën gabim. Që për më tepër, rikthimi si çift e ka konfirmuar më së shumti ardha e mesazheve dhe e dronit. Dhe aty këto ishin pajtuar 4 ditë para. Kanë reaguar dhe janë bashkuar më shumë akoma. Okej, dakor. Po s'keni qenë aty, s'kan qenë. Atëre, një sekond, dua ta kaloj pak. E kuptova, dua ta kaloj pak te diçka. Ledion, të lutem. Ato gratë lagje se do komentojnë. Ju dëgjova. Të dashur nuk shkojnë që do të vazhdojnë një lidhje me njëri tjetrin. E kemi shumë të vështirë që dëgjojmë kur jeni duke folur në kor. Dua ta kaloj pak tek Valbona. Pra, siç e kupton, një sekond ju lutem. Valbona, siç e kupton, një nga arsyet kryesore e ngritjes së dyshimit nga ana e Rozanës dhe Gertës është pikërisht fakti i mungesës së konsumimit të marrëdhënies që i bën ata të mendojnë që juve nuk keni asnjë gjë serioze, asnjë gjë të vërtet, pra jeni thjesht duke ndenjur me njëri tjetrin dhe duke i quajtur si diçka që në fakt s'është ashtu. Si e shikon ti? Ledion, ne i pam gratë e lagjës, që janë në këtë shtëpi, se na i komentuan, unë nuk e di se çfarë gratë e lagjës, sa do bëj, një sekond, stop, unë nuk e di se çfarë ndjej unë. A ka mundësi? Daja nuk të pyeti njeri. A ka mundësi të flasë? Tani unë jam lodhur nga kjo situatë e Rozanës, se me Gertën nuk më bëjnë më përshtypje fjalët që thot Gerta. Por Rozana çdo puntat prajmi ka nga gjë të re. Sot na nxori disa fatura dhe shkallët te pallati. Po, e kam thënë për herë. Tani, sot e the. Shite edhe një gjë tjetër. Ashita. To lutem, Ashita. Është e vërtetë. Atëre, ju lutem regjia, më ulni të gjithë mikrofonat dhe më ngrini vetëm mikrofonin e Valbonës. Valbona, po të dëgjoj vetëm ty, mos dëgjoj askënd, fol me mua. Ja ka mbyllur mikrofonin Rozanës. Valbona, ja ka mbyllur mikrofonin të gjithëve, po të dëgjoj vetëm ty. Faleminderit shumë. Po, tani nga ana tjetër thon po çfarë duhet të shikojnë tek unë dhe tek Laerti. Po pra, konsumin e marrëdhënies, këtë duan të shohin. Ne me datën 5 mars ne jemi ribashkuar me Laertin. Marrëdhënia jonë në këtë shtëpi ka pasur ulje dhe ngritje. Sot është 22 mars. Patjetër. Dhe bisedat e mia me Laertin dhe marrëdhënien time unë e shtroj dhe Laerti e shtron ashtu siç ne duam të shtrojmë, sepse unë jam... Po pra Bona, po e kuptoj, po a kanë të drejtë banorët të mendojnë që juve, pavarësisht ulje ngritjeve, faktin që nuk e keni çuar marrëdhënien tuaj qoftë edhe pakës fare në një shkallë më lartë, të thonë që ore, qa janë këta dy njerëz që thonë që jemi bashkë, por nuk bëjnë asgjë. As Rozana, as... Se Lori me Jozin janë puthur poshtë Jorganit. Egli me Gjestin janë puthur poshtë Jorganit. Ju s'jeni bërë asgjë. O, Ledion. Po, pra. O, Ledion. Po, tani, përlutem. Nëse... Pas 2 muaj. Gerta Gixhari dhe Rozana nuk kanë me qa merë në këtë shpirë. Ne 2 javë kemi bashkë. Na jemi 2 muaj do po të unë do veproj... Ose do rim për inat të... Jo, ju lutem, qëndrojnë të Valbona. Mua më vjen shumë keq, sepse në momentin që flasin dhe masin ndjenjat në këtë shtëpi, masin dashurin, Rozanës, preket shumë. Jo, preket shumë. Ka shumë basi javësh që ke 3 muaj në këtë shtëpi dhe ti thua Laerti dashuria që ke lënë jashtë. Kemi ardhur sot në jetë, mo qa dashuria fletimo, jetë e zjatë,
Atëre, dua të dëgjoj pak opinionet e Nedës dhe Arbrit në lidhje me këtë përplasje të vazhdueshme të Rozanës dhe Laertit, por që duket sikur çdo javë që kalon edhe më keq bëhet. Neda. Në rast të parë unë dua që ta na shkaloj pak këtë çështjen e marrëdhënies personale që ka Laerti me Valbonën apo me Rozanën apo me kudo aty, edhe ta spostoj pak vetëm te loja, te pjesa e dinamikave të lojës të Laertit. Dhe dua ta nis me një pyetje. Laert, ti mendon se ke dhënë sadopak material apo ke përligjur sadopak këtë gjën që Rozana dhe Gerta të thonë që në lojën e Big Brotherit jetë zero? Apo mendon se janë totalisht gabuar dhe nuk të përkasin ty dhe mënyrën se ti e ke menaxhuar Big Brotherit? Janë krejtësisht gabuara. Zero? Janë krejtësisht të gabuara që unë jam zero. Kjo është përgjigja. Shikoj, e di se mendoj unë Laert kur bëj një... Do ta dëgjoj se nuk e di si mendon. Kur bëj unë një mendim të mënyrës se si ti e ke menaxhuar Big Brotherin. Ka patur një kohë që ti këtë lojë e ke snobuar, ashtu më zhdukur. Pra, ke snobuar dinamikat, ke thënë në prime apo në shtëpi që unë nuk ngatrohem me muhabete të tilla, unë nuk merrem me këtë situatë apo në një tjetër. Ka patur raste pastaj që ke bërë rolin e artistit, ke bërë rolin e snafit, je distancuar disi edhe ke dashur që publiku t'i japësh imazhin e një njeriu që lojën e ka parë nga lart dhe nuk ka qenë pjesë integrale e lojës. Pastaj kujtoj një herë në një prime që ke thënë për mua kjo nuk është lojë, për mua kjo është marrëdhënie e vërtet njerëzore. Njerëzore, po. Pra unë e përjetoj si në jetën time të përditshme. Atëherë nëse ti thua që kjo ka qenë eksperiencë njerëzore për ty, si mundesh të thua që janë të gabuara Rozana dhe Gerta kur më thojnë që për aspektin e lojës jam zero? Sepse edhe në jetë, për mua dikush beson që jam i padobishëm fare, dikush beson që jam unikal. Edhe në jetë, dikujt i flasë në mëngjes, dikujt nuk i flasë. Përdoke në jetë. Po mirë, ti në jetë, përballesh me njerëzit, përballesh me debatet, përballesh me diskutimin, apo e bën në një dhomë përfimi jetësore në jetën tënde? Po Neda, në qoftë se janë debate që më përkasin mua, në qoftë se janë debate, dhe po të përligjë atë që kam thënë dikur, qoftë se janë debate midis një çifti, unë shpesher nuk jam futur dhe jam thënë nuk më përket mua kjo gjë, po jo se nuk baj mend çka ndodhur. Dakor? Pra dhe nuk jam futur, po më në një shtëpi jemi, po s'jemi vëllezër dhe motra këtu. Pikërisht, po nëse ti më kanë distancë, dhe ti nuk llogarit asgjë. Atëherë ti unë jam detyruar ta komentoj. Më lejoni të bëj Big Brotherin tim. Jo, nuk kam zgjedhur. Okej, nuk ka nevojë për komente Neda, Maroj, Arbri. Ju lutem Rozana, nuk ka nevojë. Arbër. Sjellja e Rozanës me Laertin nuk është një sjellje e një njeriu që nuk e konsideron. Madje mendoj që është krejt e kundërta. Mendoj që e konsideron dhe e konsideron mirë madje. Mendoj që situatat e fundit që po ndodhin brenda shtëpisë, besoj se ka të drejtë Laerti kur thotë që vin për shkak të rivalitetit dhe luftës për territor brenda shtëpisë. Pse e them këtë? E them këtë ashtu siç deri diku mora dhe një përgjigje ndaj pyetjes që i bëre Rozanës. Pra, kur themi është zero, e kemi nxjerrë nga loja, nuk stepemi. Por unë mendoj që Rozana, ashtu si dhe Gerta, Laertin e konsiderojnë brenda lojës dhe madje e trajtojnë gati baraz me veten e tyre si fuqi brenda lojës. Dhe kjo është arsyeja që Laerti duhet sulmohet. Pra, dhe ju, opinionistët nuk e keni thënë këtë. Ju keni thënë që Laert s'po bën asgjë në këtë shtëpi. Nuk të dëgjova. Më falë Arbër që të ndërpreva. Dhe opinionistët vetë keni thënë për prajme të ndryshme që Laert lëviz se s'po bën asgjë në këtë shtëpi. Atëherë pse i thua Valbonës, prona jote është Laerti. Që s'më lë më të flas Laerti. Dakor. Një minutë. Atëherë ju lutem që është një mendim i Arbrit, nuk ka nevojë të bëhet interpelancë. E zëmë ashtu si thua ti. Tani ne kemi parë sjelljen tënde se si sillesh me njerëz që nuk i konsideron. Si silla? Nuk i konsideron. Kështu që
Si mund të thua që njeriu që nuk të konsideroj dhe nga krau tjetër, për leshjet me të i ke non-stop. Po pse Arbor? Madje edhe atë ditë kur ishim në shtëpi, edhe pse s'ishe fare pjesë e bisedës, kur po fliste Laerti ishe e para që doje ta kundërshtojen çdo gjë. Pra ti ke tendencën që të marrësh ushqim aty ku ti mendon sa ai po gabon dhe t'ja përdorësh di kundra. Kjo nuk ndodh me një lojtar të cilin ti nuk e konsideron. Dakor. Mund të përgjigjem? Po, shkurt të lutem. Kam qenë shumë koherente në çdo prime për këtë histori me Laertin. Nuk e kam ndryshuar asnjëherë mendimin e dashurisë për Laertin, ndaj Bonës dhe Bonës për Laertin. Kam thënë që është e dashuruar me mendjen e tij, Laerti nuk e do Bonën dhe besoj që në këtë gjë nuk e konsideron. Po dashuruar me mendjen, nuk është dashuri. Me se do të jetë dashuruar me këmbën apo me dorën? Jo, nuk është dashuri. E dashuruar me mendjen s'është dashuri. Me çfarë është dashuri? Me këmbën apo me dorën? Apo me faturën? Informacion nga jashtë, pa për qesë. E di pse... Lëri sy tani. Pra, njeri që bën komedik të në shpi, dhe klonani ti, më kupton. Ti pretendon të flasësh për jetën time që nuk ke folur kur, dhe më dalon mua të flasë për jetën tënde që ma ke tretuar time. Më tha për një fatur. E kupton, vetë me argumente nga jashtë. Dhe pastaj thua, lepi banor të në shpi. E di pse mendoj që... Për shtëpim, for. E di pse mendoj që Rozana është pak... inkoherente dhe pak kontradiktore të kjo pjesa me Laertin. Sepse, po të të kishte interesuar ty kaq shumë kjo marrëdhënia e Valbonës dhe Laertit, ti këtë historinë e shkallëve mund na e thoj edhe më përpara neve, s'kishe pse e thoj tani. E po e thua tani, sepse e shikon rival, e shikon që loja drejt. Dakor, dhënë zoti, Laerti dhe Valbona do të vazhdojnë të qëndrojnë brenda shtëpisë, dhënë publiku më saktë. Jo, nuk ka nevojë. Do të kalojnë në një moment tjetër, sepse marrëdhënie të komplikuara brenda asaj shtëpie ka sa të duash dhe dua të diskutoj edhe një tjetër. Jam duke folur për marrëdhënien e Eglit dhe Gjestit, e cila dihet që po lundron në ujëra të trazuara, por me sa duket, ditët e fundit është vënë re një afrim i Gjestit, i cili mund të vihet në pikë pyetje si një lloj dëshire e këtij të fundit për ta afruar Eglin, e cila të paktën deri të martën ishte jo, ndërkohë që në disa raste duket sikur është tërhiqje mos e kput, sepse dihet që ndjenja të paktën siç i ka pohuar dhe ajo vetë janë akoma aty, kështu që nuk mund të jesh i ftohtë 24 orë në 24. Shohim klipin dhe diskutojmë bashkë.